Si ka nisur të marketojë diamantin në botë? Në kuptimin e tani të gjithë e njohin diamantin, reklamat e famshme që ti e përmendet De Beers, industria vetë e diamantëve, të gjithë kanë shpenzuar miliona dollar dhe euro, mos miliarda për ta marketuar ndër vite po themi që në 1939. Pikërisht, pyetja është si filloi kjo industri që të rrite dhe të vinte këtu ku është sot. Ka pas disa momente kyçe? Momenti më kyç ishte pra De Beers që nxori sloganin A Diamond is Forever. Dhe sigurisht me ndërtimin e minierave dhe u përfaqësua si një mineral shumë i rrallë dhe i fortë. Sigurisht diamanti është shumë i rrallë. Këtu ishte momenti kyç të cilën gjithë argjëndarit më të famshme në botë filluan të bënin koleksione. Sepse diamanti merr vlerë kur e vendos në bijuteri, pra nuk mund të kesh thjesht një diamant në kuti një gur dhe nuk të jep emocion. Pra, okay, ti mund ta ruash si investim, po nuk u vendos në bijuteri, ajo nuk e ka vlerën në pamje. Sa ndryshon vlera e një diamanti? Më fal për të mos ndërprer ato që të pyeta. Pra, nga ky momenti De Beers, po pastaj çfarë ndodhi? Pastaj të gjitha me radh u krijua, si të thuash, një dinasti. Një dinasti që filloi me De Beersin, pastaj vazhdoi me Tiffany, Cartier dhe gjithë emrat më të mëdha, Bulgari, këto patën një ndikim të madh në, si thuash, vendosjen e emrit. Kush janë përpunuesit më të mëdhenj në botë të diamantëve? Atëherë, përpunuesit e ke fjalën. Përpunuesit apo po themi përdoruesit apo nxjerrja e diamantëve? Përprodhuesit. Përprodhuesit janë India. Okej. Dhe sot e kësaj dite. Pra, duke qenë se janë dhe popullat shumë e madhe. Ato e kanë dhe tradit, jo vetëm diamantin, po dhe gurët e tjerë të çmuar. E kanë tradit, e lidhin me gurut e tyre, e lidhin me besimet e tyre, pra e kanë vendosur, si të thuash, fasha të tjera nga vlere për gurin. Që që janë në fakt të vërteta, pavarësisht se ato i kanë të besimin të tyre. Dua të më shpjegosh pak të çështjen e prerjes kat të diamantit. Shumë e rëndësishme prerja. Pse është e rëndësishme prerja? Kur kam qenë ke De Beers, na thoshin në çdo trajnim që prerja është C-ja, kat është C-ja më e rëndësishme e gurit. Pra, sot, kur lexojmë një certifikat diamanti, prerja është ajo që duhet kemi më shumë parasysh dhe që shpesh herë e neglizhojmë. Sepse shkëlqimi i drita që merr diamanti, që pret diamanti dhe që e kthen mbrapsht në syrin tonë, vjen pikërisht nga prerja. Pra, pyetja është sa më shumë i prerë të jetë diamanti. Sa më mirë i prerë, sepse në qoftë se për shembull guri round ose diamanti i rumbullakët ka 57 ose 58 faqe, varet nëse e presin atë faqen e fundit. Pra, këto faqet janë prerje. Ky e kthen dritën më shumë në syrin tonë dhe ngjyrat e ylberit më bukur që të na japin ne atë shkëlqimin perfekt. Prandaj 99% e diamantëve që ne shohim janë rumbullak, sepse forma rumbullak është forma perfekte gjeometrike e prerjes. Që jep dhe shkëlqimin më të madh. Dhe i vetmi gur që ka 3 lloj ekselente, pra ka polish, që është pastrimi, ka simetrin, që mund të jetë ekselente, ka edhe prerjen që është ekselente. Por vetëm i bardhi ka shkëlqimin maksimal. Patjetër. Sepse është ngjyra e tij. Sepse e bardha jep gjithë ngjyrat e ylberit brenda. Okej. Ngjyrat e tjera nuk e kthejnë dot njësoj ngjyrat e ylberit siç e kthen e bardha. Është çështje ngjyrës. Cilët janë diamantët më të shtrenjtë që njohim ne sot në botë, në kuptimin e që mund të jenë gjetur, kjo mund të jetë pak edhe çështje tani këto janë ato që shiten ankand, që ne shpesh i shohim nëpër lajme, për shembull, dhe që kanë një histori. Po me që ju jeni brenda kësaj industrie, mbasaj dini pak më mirë. Shpesh herë dëgjojmë për diamantet blu që shiten ankand dhe që janë pro vivid, por që kanë dhe një historik të përcjell ndër vite. Sigurisht certifikimi është numri 1 i parametrit të vërtetësisë. Pra nuk është thjesht një gjë që ne na duket në pamje, duhet të ketë një mungesë trajtimi se gurët trajtohen. Edhe gurët e diamantet me ngjyrë kanë disa trajtime për të shfaqur sa më shumë ngjyrën e tyre. Jam kurioz për klientët në Shqipëri. Po. Jo vetëm për gurët e çmuar, por në përgjithësi. Çfarë tipologjie klientësh dhe kërkesash kemi? Tani kemi lëvizur në dekada kanë lëvizur shumë kërkesat, sepse ka qenë në fillim ari. Pra para 30 vjetësh ose 25 vjetësh, pavarësisht se unë kam qenë e vogël, e mbaj mend që njerëzit kërkonin shumë modele metal, pa gur.
Nga që gurët ishin të panjohur dhe ato nuk e dinin çfarë po blinin. Kultura nuk ishte formuar. Se për shembull flasim për një shtet si Japonia ku janë rritur që të vegjël me kulturën, ky është një gur i çmuar, duhet ta ruash, duhet të dish ta vlerësosh, ta kuptosh. Ne nuk jemi rritur dhe nuk kemi ardhur nga kjo lloj trashëgimie. Dhe kush ka pasur bizhuteri të vjetra, qindra vjeçare, akoma sot e kësaj dite pyesin dhe vlerësojnë, madje kjo është një nga punët e mia shumë të bukura që kam gjatë ditës, që shoh bizhuteri gjyshesh. Vërtet. Dhe ato, më thënë, shpjegimi që unë i bëj, ato i shtyn njerëzit që t'i mbajnë ato bizhuteri. E dallon një bizhu të vjetër sa bëhesh? Si e dallon? Tani ka disa mënyra që vjen edhe nga eksperjenca, po e dalloj nga mënyra e teknika e punimit, e dalloj në qoftë se është e imituar e vjetër, pra hyn tek profesioni im si appraiser ose si vlerësues, që unë jam trajnuar edhe për këtë gjë. Pra mund ta dalloj nëse është ato tipar dalluese. Prerja e gurëve. Prerja e mëpërparshme e gurëve quhet rose cut ose me më pak prerje, me prerje pak të rrumbullakosura. Sot mundojnë ta imitojnë, po ajo ka qenë më bio më parë, domethënë ato që quhen si vintage. Si vintage. Domethënë të vjetra, po të vjetra të reja. Ato dallohen sepse vetë teknika e punimit që janë punuar bizhuterit dikur, kanë një lloj naturaliteti në punim, nga që ka qenë punimi me dorë. Shumicën e kohës. Ju po thoni pra që ky naturalitet i kohës më përpashëm është i vështirë për tu gati e pamundur. Sepse profesionet shpesh herë, sot profesionet me punimin të dorës janë automatizohen dhe s'para duken dhe njerëzit nuk i pëlqejnë më ato aq imperfekte, i duan më precize, më perfekte punimet. Dua të të pyes pak për çështjen e unazave të propozimit. Si zgjidhen ato? Çfarë lloj metodash ka? Mbasi shumë njerëz janë kurioz për këtë pjesë. Ato varet kush vjen për të zgjedhur Trini. Se duhet të vijë, zakonisht në botë vjen djali. Në Shqipëri kemi një traditë për shembull që duhet të vijë një herë vajza, ta shikoj, të japi ca hints si e do, sot hyn dhe Instagrami ose mediat sociale në lojë që e ka parë, ka bërë save dhe djali shkon i shikon çfarë folder është ka. Do të thotë që shohim për filma ne që ajo vajza, ai djali ulet ose vajzës dhe ajo e hap dhe habitet, nuk është kaq shumë rrallë dos. Duhet ta kthej te pyetja jote më parashme që si ndos me klientët shqiptar. Klientët shqiptar kanë tradita ndryshe, ne kemi tradita. Se këtë duhet kuptoj. Ne kemi tradita, do të thonë nuk është se jemi kaq pa taban në gjuhën popullore, por që traditat jashtë është një traditë që tradita jonë është më ka qenë ai rrethi klasik ka qenë, po rrethi ka ngelur dhe të ngeli gjithmonë. Mirë, nuk e diskutoj, po them, ai rrethi Floririt deri aty kemi qenë. Po, sepse ai ka qenë martesa. Pastaj hyri marketingu që fejohesh një herë përpara dhe duhet ta provosh unazën e fejesës dhe më pas vjen e martesës. Si është tani sot në ditës? Këtë duhet kuptoj. Tani sot është që çiftet fejohen përpara se të martohen. Pra ndos që propozimi bëhet me një unaz, me një solitar zakonisht, dhe solitari quhet solitar sepse është sol vetmitar ai guri, si për shembull kjo këtu, që ka një gur në mes dhe mund të rrethohet ose jo nga gur të tjerë, po ky është sol, është vetëm. Pra ky është guri. Ai quhet solitar. Ti ke në dorë tani një solitar. Ndryshon nga një unaz e thjesht sepse guri solitar është i ngritur dhe ka një strukturë. Ajo mund të jetë një unaz propozimi? Po. Shumë e mirë madje.